Atëherë po fillojmë. Përshëndetje kryetar, kolegë asambleist, shefe OSB-s e cila është sot gjendet këtu, media dhe gjithë të pranishëm. Mirë se keni ardhur në seancën e 6 të rregullt për vitin 2025. Materialin besoj që e keni pranuar të gjithë. Ku i kemi këto pikat e rendit ditës. Miratimi i proces verbalit nga mbledhja e kaluar. Miratimi i kornicës afat mesme buxhetore 2026-2028. Miratimi i listës rezerv për emërtimin e rrugëve shesheve në territorin e komunës së Dragashit dhe eventuale. A do dikush rreth rendit të ditës me marrë fjala? Shpejtim Hajredini e ka fjala. Faleminderit të nderuar kryesuese. Përshëndetje i nderuar ekzekutiv, të nderuar kolega asambleist, shef OSB-s, media, qytetarë të nderuar të Dragashit. Para deshta për rendin e ditës jo nuk e mora fjalën për diskutuar, për shoh që nuk e kemi median kryesore të transmetimit të mbledhjeve të asamblesë komunale Radieshare. Kisha pas dëshirë të di pse mungon Radieshare këtu dhe çka ka ndodhur. Ai ka kontratë dhe duhet të jetë ligjërisht duhet të jetë këtu do bëj transmetimin që qytetarët ta ndjekin vllai drejt për drejt seancat, të cilat i bëjmë ne këtu në kuvend. Faleminderit. Faleminderit shpejtim. A do dikush rreth rendit ditës me marrë fjala? Neçmedin Sedila. Zahvaljujem se, gospođo predsjedavajuća. Zabrinutost što nedostaje Radieshare Prengos të gjithëve neve, duke pas parasysh që njeri ka qenë prezent më shumë se 3 vite apo 4 dhe pres përgjigjen e juaj pse nuk është prezent sot. E dyta që është problematike sot është ky rendi i ditës. Neve kemi të premten e kemi pas komitet për komunitete dhe unë gjithashtu kam qenë prezent në komitetin për Ako A ki e diçka me shtua, ajo. Në qoftë se nuk jem për rendin e ditës, ti shalu. Po komitet ki jem pikon eventuale. Ti shalu. Sedilar. Zonja kryesuese, lidhur me rendin e ditës jam të A keni të një kërkes apo diçka tjetër? Zonja kryesuese, unë për me dhonë propozim lidhur me rendin e ditës, duhet edhe sqarim me dhonë. Duhet edhe sqarim me dhonë, apo? A do dikush rreth rendit ditës? Po rreth rendit ditës jam të fol unë. Jo, nuk je rreth rendit ditës. Ku pe dini ju çka deshta unë me thonë? Po deshte me thonë se tjetë komitet, prema komitet, ti shalut në shpedin Po rreth rendin e ditës jam të filo, veç rendit ditës po për pse arsye ku përzeni fjalën nuk e di, pse s'keni durim me ngupak? Nuk kam veç ty durimet. Gospođo predsjedavajuća, zaista ne mogu da shvatim ovo vaše arogantno ponašanje. Ja govorim o dnevnom Ampasant u ndërlidha me shpejtimin e neve, deshta të them që të premten e kemi patëm komitetin për komunitete, por gjithashtu kish prezent në komitet për politikë dhe financa, vetë kryetari i komunës ka thonë që në kuadrët e kornizës afatmesme buxhetore, posoqërisht në vend banimet të korës buxheti nuk është korrekt, nuk është i saktë. Këto kanë fjalët të kryetarit të komunës, gjithashtu ato e vërtetoi edhe shefi i zyrës së komuniteteve. Kështu që unë nuk kam pranuar material adekuat, unë kam pranuar një buxhet kornizës afatmesme buxhetore jo i saktë, jo i korrekt. Gjithashtu shefi i komitetit për komunitete ka marrë një vendim që të dërgohet apo të pranojmë një material përfundimtar dhe korrekt. Kështu që me thonë, propozimi im është që kjo pikë tjetër. Ato deshta të flasë, po juve morët fjalen dhe ma ndërpreut fjalën. Që keshet ky shefi i zyrës së komuniteteve është diçka tjetër. Ku është materiali i saktë përfundimtar?
Juve e morët vendimin që gjatë vikendit me na dërgue materialin përfundimtar korrekt dhe adekuat. Kështu që do thonë kërkoj prej juve, zonja kryesuese, dhe prej gjithë delegatëve të prezent që neve të pjesës të Gorës, komuniteti jo shumic e ka materialin të gabuar dhe jo të plotësuar, dhe unë nuk mund të diskutoj, nuk mund të flas rreth kornizës afatmesme buxhetore pa pas material adekuat. Kështu që më thonë, kërkoj dhe propozimi im është që pika e rendit të ditës miratimi i kornizës afatmesme buxhetore të diskutohet në një seancë të tjetër, duke pas parasysh që nuk jemi të përgatitur. Faleminderit zotërisë Sedila, fjalën e ka Munir Jonusi. Zahvaljujem se gospodine. Lajmërohem rreth rendit të ditës së pikës së dytë dhe të vërtetoj pohimet e Nexhmidinit duke pas parasysh të gjitha ato që i ka thonë janë të vërteta. Unë si vend si kryesuese së kuvendit kam marrë pjesë në të dy komitete dhe të dy propozimet ishin vërtet dhe të saktë, duke pas parasysh që ka kërkuar edhe gjatë komitetit ka kërkuar që kjo pika rendi ditës të shqyrtohet në një seancë të radhës të tjetër, dhe tjetri propozim ishte edhe kryesuesit të komitetit për komunitete që materiali i kornizës afatmesme buxhetore në gjuhën e komunitetit jo shumic të dërgohet ndërkohë gjatë vikendit dhe ta kemi edhe neve një material i cili përputhet plotësisht me materialin në gjuhën shqipe, duke pas parasysh që ka pas ndryshime të shumta sa i përket anës financiare, duke pas parasysh që kryetari është konsultuar me zyrtarin e lartë financiar dhe ka pas ndryshime të thella financiare. Kështu që më thonë, na vjen keq dhe shpreh keqardhje pse shefi apo kryesuesi i komitetit për komunitete nuk i ka kërkuar shërbimit që në me na dërgua material të kornizës afatmesme buxhetore i përkthyer apo i ndryshuar tek pjesa e financave, tek pjesa e shumave të projekteve ashtu siç është në gjuhën shqipe. Faleminderit. Atëherë, kryetari i komunës e ka fjalën. Nderuar kryesuesi i kuvendit, zëvendës kryesues, nderuar delegatë, nderuar media, nderuar përfaqësues të OSB-s, në Komitetin për Politikë e Financa kemi debatuar për kabin dhe aty në komitet nuk është dhënë propozimi që do thotë shtyhet kjo pikë, por jemi marrë vesh që do thotë në mbledhjen e sotit, nëse ka nevojë, ndryshimet mund të propozohen ndryshime, ato ndryshime secili për delegatëve ka drejt i propozoj edhe asambleja komunale të miratoj edhe kështu që këto të futen në dokumentin përfundimtar, nuk do të ketë problem për arsye se kjo është një votim preliminar i kabit apo i buxhetit, në shtator është do thotë merret vendimi definitiv. Sa i përket ka gabime thash në emrime, po sa i përket shumës e mjeteve, në shumën e mjeteve financiare nuk ka gabime. Andaj propozoj delegatëve që ta votojnë në ditës edhe në pikën ku do të diskutohet për kabin, të delegatët aty ku ka gabime ose aty ku ka nevojë me ndryshuar në dalën në fortorët, të japin propozimet edhe asambleja në të votoj. Sa i përket radiosharit, ju e dini që radioshari në seancën solene e cila është mbajtur përndër dhe ditës së shlinimit,
të komunës së Dragashit, ku në atë seancë është bërë edhe është marrë vendimi me vllaznimi me komunën e Mafruar Shtushës, Radio Sharri me qëllim apo pa qëllim, me prosit dikuj apo pa prosit dikuj, nuk e ka bë transmetimin drejt për drejt. Çka është më keqe? Keqja nuk e ka bë, nuk e ka përgatitur materialin edhe ditën e nesërme. Kështu që seanca solene, dita e shirimit është ditë e veçantë dhe nuk është ai film me incizue edhe mujtë me pa mas një muje, mas dy muje. Seancat duhet të transmetohen drejt për drejt. Kjo është hera dyta që e bën këtë gabim. Herën e parë e kemi thirrë, e kemi të rek vretjen, edhe ai ka thonë që ky gabim nuk do të përsëritet, megjithatë ai e ka përsërit, edhe unë i kam thonë vërtet, kam thonë përkohësisht do të marrim një qendrim që do të pezullojmë marrëdhëniet edhe raportet me Radio Sharrin, ne deri turmit bisedojmë edhe ma që do thotë mos na përsëritën gjëra të tilla të ardhmen. Faleminderit. Faleminderit kryetar. A do dikush me marrë fjala? Shpëtim Ajredini e ka fjala. Atëherë, faleminderit kryetar një për përgjigjen. Unë kam përgjigje këtë tjetër nga personi fjali i cili është edhe përgjegjësi i Radio Sharrit, po ajo që ka ndodhur ndërmjet ekzekutivit dhe Radio Sharrit për mos transmetimin e ditës pavarësisht apo çka ka qenë, ajo do të mbetet mesjush. Kontrata valide qëndron ndërmjet vendit komunal Dragashit dhe Radio Sharrit, dhe ajo duhet të vazhdojë edhe për këto seanca të cilat kanë mbetur, pastaj nëse jini prapë vazhdoni inshallah juaj na kushdo që të jemi pas tetorit, zgjedhjet e atëherë vendosim nëse do ja zgjasim apo jo. Për tash Radio Sharri duhet të jetë pjesë e këtij kuvendi komunal dhe duhet ta bëjë transmetim. Nuk po du të them se do të dalim nga seanca nëse nuk është prezencë Radio Sharri, pasi po pres që ju ta ftoni edhe të jetë pjesë e kësaj seance dhe të vazhdoj transmetimin. Nëse Radio Sharri nuk kthehet, ne nuk vazhdojmë me seancën. Faleminderit Shpeti. Tash Uron Halimi e ka fjala. Faleminderit zonja kryesuese, përshëndetje për ju të pranishëm. Mora fjalën në lidhje me mos prezencën e Radio Sharrit, është akt i cili nuk i ndihmon demokracisë edhe transparencës zonja kryesuese, përderisa na nuk e shohim një kontratë shkëputur mes Radio Sharrit. Unë besoj që Radio Sharrit duhet më kanë këtu edhe me transmetuar seancën. Marrëdhëniet që shikeni ju me Radio Sharrin, ajo është çështje juaja, zoti kryetar. Mirë po, nëse nuk është ai prezent, duhet me na paraqit një shkëputje të kontratës që na me vazhdu. Për ndryshe, Radio Sharri duhet të jetë pjesë e transmetimit seanca. Faleminderit. Atëherë punën e Radio Sharrit do ta lëmë në eventuale, rendi ditës është rendi ditës. Besoj që prej kryetarit e keni marrë. Seriozisht, vetë është gjatë kryetari e dha njoftimin për çfarë arsye sot se ka marrë dhe është veç pak se e ka Muniri Mosnajti Samidin, edhe e morët ju mendimin e tij, por ndryshe unë si kryesuese e kuvendit dua t'ju them gjithë asamblesë mediave dhe gjithë pranishëm se jem bëu në kryesuese asnjë seancë live nuk u paraqit. Ju duhet bile me ngritë zonin pse Radio Sharri që është edhe ka kontrat me komunën e Dragashit, asnjë seancë live se ka marrë, qysh se jem bë unë kryesuese. Aq më keqe nuk e ka bë edhe seancën por ditën e çlirimit. Në qoftë se asambleja mirë një vendim të tillë që mos ju transmetohet drejt pos drejt dita e çlirimit dhe binjakëzimit që u bë, atëherë edhe unë nuk po di, edhe po më vjen keq që jam kryesuese edhe mirë kësi vendime personale ose edhe grupore. Faleminderit, atëherë fjalën ja kaloj Munirit, përgatitet Samidin Xheladini. Zahvaljujem se gospođo predsjedavajuća.
unë kisha kërku që të dy operator të tjerë të cilët janë prezent për momentin që të bajnë transmerimin e seancave në gjuhët të cilët e flasim. Nëse TV Opoja, nëse nuk ke përkthen transmetimet të tyre, neve kemi në original ato çka kemi diskutuar. Kështu që më thonë, nëse është e mundshme që TV Opoja sot që ta transmeton seancat e kuvendit pa përkthim, që edhe qytetarët e pjesës gore të marrin vesh ka jemi tu diskutuar. Faleminderit. Në delegatët më marë me qishtet me tjera. Ligji që parashesh sakt, delegatët nuk bon më marë me qishtet e media. Pra shuje se, ligji e parashesh që seancat janë publike. Dhe mediat janë panvapë. Ato na nuk i nalim kur. Kërkon se nalim, asë qytetar. Kjo seancë publike. Ka të dhe marë do qytetar pjesë. Çdo media ka të marrë, çdo gazetar ka të marrë pjesë. Ai kontrata me këta është këtë diçka tjetër në kusazat asaj që si medje lokale ai ka obligim për hir të transparencës punës që e bën, duhet marrë me transmetuar. Edhe jo me transmetuar për ne, për s'pas ka kontratë, por me transmetuar për popullin, për informat, për informimin. Edhe në pëthona e në të vinë kja i këtu, pa s'ka kontrat du me transmituar. Së më nëndësia ka njës që nuk ka kontrat fare edhe vinë tu edhe për shumë të qëtë ose bejës. Qëra kontrat ka me ne, vinë në monitorojnë neve. Vinë plot asociacione e njës tjerë në monitorojnë, vinë tu vullnetarisht. Nuk është arsyetim, edhe mërtë ketë që kushzove, thaje nuk marrin qesë. Edhe dyta, kjo kurzimi për mua, unë nuk dashtë me thonë publik, për shtash për thonë se ma mirë në dele në opinione, që shka për thonë. Tu është diçka, unë se sekundë dhe i problem, tu diçka nuk është në regullë. Nuk është në regullë në radiosharën, kom respekt edhe kom. Nuk është në regullë në radiosharën, e du me ditë të tyrat e veta. Edhe ju pëse po për krani nuk marim pjesë sansë. S'kini bon kontrat, ju s'kini me popli kini kontrat, s'kini me radiosharën. Faleminderit Samidin, fjallën e ka Nejat Selaj. Përshëndetje njerë, përshëndetje kryesu sekretar, përshëndetje asamblejist, OSV. Një kryesu se nuk më pëlqen kjo kur po thuash edhe seancat nuk i ka paraqit live, as njëherë. Ku keni qenë, deri tash kur nuk kanë qenë ato live? Shumë mirë e dish, edhe ju, edhe kryetari, edhe kolegë, sa herë kemi qitë këtë breng, e kemi shpalostu para juve se nuk është të dhonë live radiosharri seancat. Për këto e keni qenë të njoftuar. Sa e përket mos prezencës ose mos paraqitjes së seancës së fundit, ditës së shërimit, live ato janë punë të juja, nuk janë punë të neve të kuvendit. Ne jemi në opozit, por ato duhet merrni ju. Nuk ndaj mendimin me thonë ka bo mirë. Mirë nuk ka bo, për kontratën e bon ekzekutivi me ta. Edhe ne kërkojmë një llogari dhënie edhe nga ju, se nga parë tonë ato ndatë buxheti edhe paguat radiosharë. Por edhe radiosharë nuk përmendoj që një pauzë për 15 minutave që me shefët e grupet parlamentare, me ju dhe me kryetarin, të bani një konsult pak më gjonë, pasi që janë fundat e seancave të kësaj qeverisje, ka plot mu debatue, mos të humbe kjo seancë, për një 15 minuta, bane një konsult vogël, se qytetarët presin, pa radiosharën, të cilët qytetarët mezi ka prej tyre që presin këtë seancë të dëgjojnë. Bashkëdhëtarët, ne ishim në vizit, pam se sa ndiqen nga bashkëdhëtarët, ndiqet radiosharën në përmjet mjetëve të informimit live. Do thot, pse më dështuë? Mu,
Po ndër një pyetje tjetër, tash një besim, a mos është gana ju e qëllim, fal që po them se është fundi dhe ndoshta ka dhe plot për mu debatu këtu keni bërë ju me qëllim. Vetëm mos më dhan drejt. Nuk po duhet të është kështu, po për shtiet më dyshue, mos e keni bërë me qëllim e ju. Tash, unë për një konsult, 15 minuta, eventualisht 20 minuta, do t'i jap drejt shefëve të grupeve parlamentare edhe juve me kryetarin, bëni një zgjidhje që seanca të vazhdoj. Faleminderit. Atëherë faleminderit në gjatë. E lusë televizionin në poja që të është live. A mundon me ma konfirmua që është live. Atëherë në betot në ndarë fërtor. Deshmi, zotrine që selaj mu drejtua mu si kryesuse. Qysh kur jem betua këtu si kryesuse, nuk është transmitua nga Radio Sharri. Atëherë unë e kumë bon me një heri një reagim të kryetari, i kumë thot të lutëm, merë masa që seancat jenë gjithmonë live. Që 2 vjetë që jam kryesuse, ju kisha lutë, mundi me hinë Radio Sharri. As një seans nuk u bon live. Atëherë prap organeve jem drejtue, gjo që jem drejtue edhe zyrtarit ligjor, edhe kryetarit, edhe gjithë ekzekutivit, pse çka po ndodh me Radio Sharrin. Kjo nuk është veç kundra meje, po është edhe kundra juve asambleist. Kur kum thirr Beçan me zotrin e kumana, nuk jemi kundra mediave, absolut bile edhe sot jam kundra mediave, por një gjë kur përbuzët 2 vjet, edhe vjen të një kull që unë prapë se ku marrë atë vendim. Atë vendim e ka marrë ekzekutivi, jo unë, por unë jam shkel. Unë jam shkel bashkë me gjithë juve asambleist. Bile ju s'është mirë me diskutue, ose me lyp çka po ndodh me Radio Sharrin. Ju kisha lutë, gjithë asambleistëve, hini këqyri Radio Sharrin. Mos të thonë që thirrjet që i bëj për seancë nuk i qetë në kohën e duhur qysh ka kontrat. Gjatë që edhe këta ja i kum lagru kryetarit, çka po ndodh, ju kini kontrat, duhet mu me mi qitë thirrjet, duhet më ma qitë seancë online. Beqir Beqaj ka ardhur në zyret kryetarit edhe më ka thonë, unë e sot s'ku mund me qitë. Në qoftë se një seancë nuk qitët live, që ka kontrat me komunën e Dragashit, që ka me pas nesër qytetari me ndëgjua ato. Kur ne kemi shkue, mu po më vjen keq, seriozisht, që jam kryesuse e këti edhe po më vjen keq që disa asambleist, por edhe ju t'ishët vendin tem, qysh bile 2 seancat e para nuk do ta kishët pranuar. Thash, edhe sot nuk jem unë ajo që e kum dalue Radio Sharrin, se une nuk kom as një kontrat me ta, unë thjesht veç seancën ja boj. Por organet tjera janë ato që sot ja kanë dalue, letë merre vesh se ka thonë 2 herë, kur unë kum ba të kryetarin, ka thonë kjo është hera fundit. Kur nuk e hera fundit për Radio Sharrin. Është turp për Radio Sharrin që është konë që ka pas kontrat edhe nuk ma ka përcjell as një seancë. More edhe seanca mos përcillet, dita çlirimit. Dita çlirimit është për ne shumë e madhe. As një komunë ditën e çlirimit nuk e kanë, kretë e kanë përcjell live. Kjo është jashtë kontrollit, por prapë po thonë, unë sot nuk e kam bë, e kam bë ekzekutivi. Faleminderit, edhe tash prej këtu pasi është një propozim, unë në qoftë se më lejohet, me marrë një vendim që unë i thirri shefat e grupit në zyrën time dhe ta diskutojmë edhe ta qartësojmë. Por ndryshe, unë spaku, ja 10 heri kum tha kryetarit, po më neglizhon, po ma neglizhon seancën, se neve do të me na pa populli, çka po folim, çka po thojmë, çka po kërkojmë, se neve po qatë detyrë. Atë lusi gjithë shefat e grupit bashkë me kryetarin që në zyrën time të ju pres. Faleminderit. Vesh një fjallë, shkurë dhe po shkërbau. Nëse kam. A shumë kontratë që ju do me transmetuar në live? Po, unë e kum quë dhe të kryetarin. Apo me që dhe shte funda, me mirë. Po, apo dhe të shumë, zonja kryesu. Arret, veç në ti kryes këto që kanë thonë. E dy fikër, 5 me shefat e grupeve 15 minuta këtë Nëse nasa. kanë kërku fjallën ma hira. Kush e ka kërku fjallën? Po Doroni ka kërku ky shumë botë dhe zgjatë.
Por ato për me Krym diskutimin rreth radiosharit, po shkojmë pa us, mandaj marrim një. S'është pa us, kjo është veç një marrëveshje, nuk është pa us. Ta krym diskutimin edhe mandej diskutojmë. Po shumë ka diskutim. Na të gjysore të ta bëjmë diskutim, na ka të vendit ditës. A mund t'i vetë? A mund t'i shme dalë, mira kushini. Kush janë shefat e grupave ju kisha lu? A mund t'i shqipë? Sinajtë jetë të
Atëherë na kemi transmetim live. Ne pata gjithë shefat e grupeve dhe i tregova këtë çka ka ndodhur këto dy ditë. Atëherë nuk është punë që Radio Sharri në kompjuter është ekzekutivi që i ka marrë një mas para lajmërimi që ja ka shkëputur kontratën. Edhe na vazhdojmë me rendin e ditës. Ato dikush rreth rendit e ditës të marrë. Arton Losha e ka fjalën. Kjo që përdo sot është shumë e pafaqshme dhe pranueshme. Për arsye se para disa muaj kur më largova në këtë punë të vokës. Kur më largova që të vokës ka qenë direkt në vaj, edhe për ato komplikat me vetë ju të pushtetit që ka problemin, online e keni detyruar me mëshin të vokës. Pas reagimit të në kontrole, mas disa dite të vokës e ka kthyer live që ka fshin, e ka kthyer në të vokës për disa incizim ato sënët më sekishme që ka qenë të njërë i ka si sot, kretë komunat të rëgoqë, gjithë këtë duke, mos me pas një Radio Sharri që ka kontrat publike, atëherë të vokoja edhe këtë tjetëri, ta një kam kontrata dhe jo këtu prezent, e Radio Sharri me penalizume. 3-4 mund para zgjedhjeve, kështë e pafashme edhe paranushme edhe në kundën e këtë. Faleminderit Arton, doktorit Miri e ka fjalën. Përshëndetje gjithëve. Për vazhdimin e kësaj seance, na i kërkojmë kryetarit që media e cila ka kontratë me Kuvendin Komunal për transmetimin e live seancave, të jetë prezente. Tash për arsye që kryetari i tij nuk na ofroi dëshmi që ja ka shkruar kontratën, nuk na ofroi dëshmi që edhe arsye pse media publike e cila ka punë nga kapsa tona nuk është prezente këtu. Aty na dëron neve si grup parlamentar vendosur, që ta shkojmë këtë seancë në mënyrë demonstrative, që mos shkelen drejtat e mediave, po transmetohet live seanca edhe qytetarët të di çka folet në Kuvendin Komunal të Rrashit. Tash kryetari është aq kaq forca që nuk lejon që mediat të ketë këtu. Atë në mënyrë demonstrative, që rrugë tjetër nuk janë, në mënyrë demonstrative do ta shkojmë seancën. Faleminderit doktoret Mir, fjalën e ka Urani, një shpëtinë e ke marrë për rendin e ditës, lutem mos ta diskutojmë Urani. Si jam të diskriminoj 3 herë këta. Jo, një herë kombëtar zonja kryesuese mund deli me pyet çat sot një koran çe. Okej. Një herë kombëtar edhe më Urani herë 3 te unë. Faleminderit zonja kryesuese. E mbështes patjetër vendimin e shefit grupit parlamentar zotit Ajdini, siç edhe e tha zoti Loshaj, ku jam manipuluar vazhdimisht me video incizimet e seancave, është ndërprerje transmetimi live kur ju konvenon, si tash ju konvenon që me ndërprerje transmetimin prap pa ndonjë shkëputje të kontratës, pa ndonjë vrejtje me shkrim, nuk ka dëshmi, është kërkesë jonë që Radio Sharri kthehet në Kuvend, ose të paktën të vija i këtu të merre fjalën edhe të na tregojë se çka na ndodh, cilat janë arsyet. Mundeni me thonë që Radio Sharri s'na ka ngukur na kemi kërkuar me një live, 2 vjet kur unë jam kongresues, Radio Sharri ka transmetuar live pa e urdhëruar unë po aty shpesh. Tani më thonë që do të me transmetuar live, se për kërkojnë qytetarës, edhe Radio Sharri ka bërë transmetimin e secilës seancë në mënyrë direkte. Sa atëherë që kemi pas nga probleme, edhe për exemplu atë po zoti. Kur juve ju konvenon, ai s'duhet me transmetu, edhe kur ju konvenon, duhet mu suspendu prej transmetimit. Unë kërkoj që Radio Sharri të ftohet për një fjalim këtu, na tregoj çka është ndodhur, edhe kur na dojmë një avon fjallë, se mundi me thonë që s'ka drejt me folë, po ku kanë folë plot persona që s'kanë pasur drejt me folë, kur na ja u kemi kërku me marrë fjallën, edhe kur na ja u kemi leju fjallimin. Thonë, është mirë me thirrë Radio Sharrin, edhe me na tregu çka është ndodhur. Cila është arsyeja që ai nuk është sot këtu? Ta shohim çka po ndodh. Faleminderit Uron, fjalën e ka Nesbërin Sedi Llaki.
Edhe për këto nuk e diskutoj më, fillojmë me radhën e ditës. Zahvaljujem se gospođo predsjedavajuća. Ja dijelim mišljenje mojih kolega ovdje da Transmetimi televizioni Opoja dojnë gjuhën e vetë me dhënë, a është në rregull? Okej, faleminderit. Zahvaljujem se gospođo predsjedavajuća. Ja dijelim mišljenje mojih kolega iz opozicije, gospodina Halimija i gospodina Jetvira, također i gospodina Špetinma po pitanju medija Radio Šari. Na sastanku koji smo imali sada mi, šefovi parlamentarnih grupa, došlo je do zaključka da ste vi danas kaznili Radio Šari kako biste ga disciplinirali. Jer ugovor mu niste poništili, po informacijama, po onome što sam čuo, ugovor mu niste poništili, nego ste mu zabranili da dođe ovdje. Zabraniti jednom mediju da dođe i da prenosi skupštinu, to je flagrantno kršenje ljudskih prava. Prava medija. Svaki medij ima pravo da dođe ovdje i da snima, a vi nemate pravo nikome da zabranite. Vi možete da mu prekinete ugovor, ali da mu zabranite da dođe ne možete. Zato, dame i gospodo, ja zahtevam i delim mišljenje svih delegata ovdje, da dođe Radio Šari, da mu damo 2 minuta reči, da se jednom završi ova stvar. Ovo što sam čuo na sastanku, mene je zaista pogodilo, jer vi ste dokazali da možete i medijima da zabranite ko će da prenosi, ko neće da prenosi. To je držanje narodu u mraku. Da li on prenosi live ili ne prenosi live, kaznit ćemo ga svi, cijela skupština. Ali danas, da bismo došli do činjenica, da bismo došli do zaključka ko je u pravu, da li je on u pravu ili ste vi iz izvršne vlasti u pravu, moramo imati čoveka ovdje da nam objasni šta se dogodilo. Zahvaljujem. Atëherë, pasi shumica asamblisteve kanë ngritë me dorë, ose po e diskutojnë këto hala, ose nuk e di. Unë, sinqerisht, nuk I kam thënë Radio Sharit mos marrë. A ekzekutivi, pse me thirë kur asnjë seancë mos ma ka transmitue. Edhe me thirë aj prap s'ka me transmitue. Unë nuk e jam obliguat me thirë Radio Sharit. Ju kisha lu. Jo, që ka kontratë e rritë me Kurani Komunal. Doktor Jetmir, me mu nuk ka kontratë. Doktor Jetmir, ose ti s'po kuptësh ose unë s'po kuptëj, që ato s'jam I të di. Me Kurani Komunal, doktor Jetmir, nuk ka kontratë. Me ekzekutivi e ka patë ta sysh me sot me jape zuhe. Unë nuk kam të baj këtu. Edhe seanca tjetër. Na nuk jemi kundra mediave, edhe këto ta dini. Na si asambli nuk jemi. Ma nuk, apo vazhdojmë diskutime rrët kësaj hala, edhe ka sa hejt po doni, apo vazhdojmë seancën ose të mbyllim. Ndorën e jujo. Vendosni. Nuk pe tirë. Sa që nuk pe tirë. Kryetari Komunës e ka fjalën për vendimin e fundit ndaj Radio Sharit. Se ka obligim me thirë, në marrë këtë punë e ka Ja kanë dalu më në kryetari? Po pare s'ka kanë dalu. Pare që ja kanë dalu. Ata unë si sa mi din veç kanë dëgjojmë kryetari ka me marrë vendime edhe në qoftë se nuk e lejon, na vazhdojmë me rendin e pikave. Po, kryetari. Arton, kryetari. Po. Kryetari vendosa për kontratën që ka, na s'kemi kontratë me ta. Na kontratë nuk kemi. Luton kryetari ka fjalën. Na një do lysh veçat për mbajtje të kontratës, kur që ma shumë që një do lysh. Na, nuk ke marrë vendimin dje ose partije. Ne ka gati ma shumë se 2 javë. Prej ditës ka të 13 qershor, unë ati e këmë të reprejme, që na do të pezullojmë bashkëpunimin me Radio Sharit deri në një zgjidhje të gjejmë një kompromis për të. Arsyeja pse e ku bën këto, për arsye se ai nuk e ka transmetuar në mënyrë drejt për drejt ditën e shkrimit dhe ditën kur ne kemi nënshtruar marrëveshje të binakzimit me komunën e Mavrovës Fushës. Ai e ka përsërit këto disa herë, unë e kam thirrë në zyre disa herë, a gjithë ka pretur që do të përmirësohet, I ka dhënë të arsye personale,
familjare, jo s'po në 4G-ja, jo me këme, edhe tash kombinacioni ka ardhur ditën e shërimit. Nëse ju jeni për ato që do thotë sa më rëndësi dita e shërimit, me ndëgjuar këtu çka është bërë, por me ndëgjuar mbas 2-3 ditë, zgjidhje edhe më 2 ditë ka qenë. Ditën e shërimit, edhe ditën e nesër duhet ka qenë. Pa pastaj pas nesër, mos ta ka qenë. Kështu që do të thotë vendimi është që do të thotë ato ai mos më marr pjesë në një seancë që mënyrë që ta shefe që do të thotë nuk von ai me lut me komunë dhe me seancën e asamblesë, edhe do të thotë nga nuk ja kemi as përzullu, as në prej kontrata, unë nuk jam vend me të prej. Por nëse ai vazhdon, në një procedura do të bëjmë ndërpresim. E shpallim një thirrje publike edhe konkurrojnë kompanitë që me dhja që nëse kushtat. Kështu që sot radiosharin nuk do të marrë pjesë në kreçat. Faleminderit kryetar. Atëherë uran më nuk të jap fjallën, atëherë ilus shqiprat e grupeve për një prenoncim, kryetarin e morët vesh që ilus i shpetim hajde dini ta marrë fjallën. Gjatë shumë edhe ky diskutim i cili besoj që nuk ka qenë me shumë arsyeshme, po na detyron shumë seanca në një pikë, por tash pa tjetër nga ndërlindja, të cilat ndoshta janë edhe, po them, janë të mira për qytetarët. Por patjetër që ne jena këtu për të mirën e tyre, edhe ata nëse nuk na shohin nuk na dëgjojnë nuk e dinë çfarë po ndodh këtu. Prandaj unë e këndon vendimin tim me kërkimin para frakciave për ato. Edhe diskutimin që e patëm ne nuk morëm deri në vendim, se ju nuk pëshoni për. Ne gjithmonë jemi mësuar në të rrit. Ajo nisën shumë të mojët më vetëm për qytetarëve. Janë të rrit gjithmonë edhe pse këndon. Dhe ku marrin vendim pastaj janë të rrit për mirën e tyre. Një posot e thash edhe ta që nuk të rrit. Edhe radiosharit do të jetë prezant. Gjithisht i lejohet ati me qenë prezant, edhe nëse ju e keni lajmëruar, e keni bezuar, shka du që keni marrë vendim me gojë, gojarisht, për mua ato nuk qëndroj, ai do të jetë këtë prezant. Nuk ka njeri rruzur të kështu që mund të më ndalu ati prezancën, që ta kryej transmitimin live të seancave cilat i bën njëri këtu në kuvend. Prandaj vendimi i kryetarit ka të bëjë me transmitimet jashtë kësaj sale. Çka ka të bëjë me këtë salë, kryetari ka të bëjë asgjë me ne dhe nuk mund të marrë asgjë në lidhje me resursja. Po pasi që kontrata është dhe me të ekzekutivit dhe radiosharit, ky ka drejtën të thotë legjitime që janë ndërprerje. Po është ashtu ndërpres. Jo që thotë ai se di çka ka bëu me gojë, si ka prezulluar, po prapë pjesëmarrja nuk ka drejtë njëtë. Ai do të jetë prezantuar. Nuk e dash të ndaluje, e dash të thotë që ti je që zhvillohet në aktivitete tjera jashtë këtij objekti këtu ku jemi ne sot. Brenda këtij objekti nuk ka drejtë të ndaloj. Prandaj përfundimisht unë nuk të vazhdoj seancën nëse radioshari s'pak potencial të mirë, nuk vjen këtu në këtë potore dhe nuk jep shpjegim se çfarë ka ndodhur dhe cili është realiteti. A veçtia këtë grupi? A ti s'po vajtosh apo po besoj që ka shtesë? Do të se këndon jeta. Ti sa mos do grupi parlamentar e vitit të ndodh. Atëherë Samitini është në grupin e LDK-s, pastaj nga jam në grupin e LDK-s është jo Oron Halimi e ka në fjalë. Të nderuar kolegë, ne jam vetë dëshmitar. Unë sot po marr vesh çka ka ndodhur. Ju po e transmetim. Come convergenzi, se pikërisht para forsit, s'po them unë në 100%, po para forsit e kanë akuzuar. E kemi akuzuar radiosharin se s'po bën që të transmeton, qëre, na jemi organi më i njëjtë të komunës. Ose të qitin vetë në nivel. Po, organi më i njëjtë të komunës është kuvendi. Ju vetë ju që ta sot që po folin sot që të ndryshe të mbroni, keni bon një mori akuzash për radiosharin, unë asnjë s'e di. Personalisht kum pasu në me to,
muhabet, i më thonë transmetoj gjitha që kanë këtu qitin media që ka bëjë. Po i këmë me qitë, që ka thonë mos me qitë. Kur që ka thonë mos me qitë, e djerë. Edhe këmë li punën, me autonomie. Me, du do me mësë për nëmë, se u se ti, mas i ku shkarë, me në qire. Du do, se ti u shkarë, mu mësë për nëmë, jam du, dhe ku s'to fëmë ta. Unë, ka në si qëtë orë djali vjetë, tu edhe dhe dëshmon, dëshmon që une, këmë lyp me o transmitu, mësë boni be të që. Me atëm je kështu, e më në kështu, jo kështu, qështu orë, edhe kekë me pas me kje, me qështu edhe kje mirë. E jo me bon je kështu, hajtë me sulmojnë, tash, pa pasi paska, po që ka pishkën të atës? Po të mirën tonë, po të pishkën të atës. Jo, e ka pezullu, mirë. Se ka pezullu, jo. A dishin, për kur që kam dalua, që në mërë ka mirë me transmitu, e që shka transmitu dhe eva tjera. Po pagesën, pagesën të pojtë, ha? Pagesën të pojtë, ha? Që që ma problemi. Dhe më thonë, dikush borë në vepra, gazetare, media bojnë papare, pasi, për me një të rrugënit, që pa, s'po më argullje u s'bëjë. Edhe të së nërbohë, se si ka transmituë. Vetë keni thonë në shpitarë se të thonë. Unë ju një dhe shtupt. Unë se më qyrë. Ju vetë keni thonë shtupt, që edhe drimë shka thonë. Unë me dhe me gjithë dhe ato, me gjithë dhe me këmë. Keni thonë s'po bonë që të s'po bonë në sot, po dhe në bërë, bravo. Unë se japër me që një tonë, unë se më drimë dhe të gjithësonaj për zanë. Unë jera qëtu. Dhe me një gjënira. Sot dhe brune. E kënja akuzu, ma të njërë na vrau. Sot dhe vrau. Atëherë ka fjallën Nuran Halimi. Faleminderit zënia kryesuese, me qenë se vendimi është i prerë i kryetarit, ta sot nuk do të vazhdoj transmetimi, edhe ne si grup parlamentar i Listës Vendosje kemi një vendim të prerë. Do të atëzullojmë, do të atëshojmë këtë santë nëse në shenjë proteste kundër ndalimit të transmetimit të kësaj santë. Veç pak, uran, veç pak, sa Ne si të deleguar të qytetarëve duhet aty në t'jallë mundësojmë që të jenë të informuar, që të ka sa ma shumë transparent. Nuk e diumë se s'po vjenë se zhjus për thirmi. Përfundimisht kemi vendosë që ta këshemë këtë sansë. Atëherë faleminderit Turon, para se me ja do gjithë dhe fjallon. Transmetimi është drejt, por transmetimi, edhe mu pastor Radio Shavi nuk ishe transmitu e live. Sot e kemi bugjetin, ma mirë është për bugjetin, në qovë se je asambleist, duhesh me najtë për bugjetin, e jo për një media që kur nuk e ka transmitu e live. Por veç televizioni o boja, bashkëpunim me komuna live është, ti nuk i hapësir me dhonë që une, që thaje nuk është transmitimi live. Live është, por sot është bugjeti. Atër vendimi juj është ndryshe i kryetarit ndryshe. Unë kur nuk e kom thirë Radio Shavin, se nuk kom kontrat, edhe mi herë për ju thonë, kontrat unë nuk kom pasur kur me Radio Shavin, edhe unë nuk i jakë ndërprej. Atër vazhdojmë më aty tjetë. Suada Bajrami, Munir Jonuzi për gaditë. Replik për Unë si kryetare e grupit të grave në bashkëpunim me grave, asambleiste, dhe rrëtëmen të grupit të grave, asambleiste, për lirë të ditës të shtirimit të Dragashit, e kemi organizuar një aktivitet madhështor, i cili aktivitet ka pas për qëllim të bëjë bashkë gratë, për lirë të parë në një aktivitet sportiv. Aktiviteti ka qenë aktiviteti voleybollit në Presanë dhe në Dragash. Pjesë masë në këtë aktivitet ishin mbi 70 gra. Radhe mundësora të QFS-s, të QPMF-s, nga komuna, mësuese, arsimtare, profesoresha, nga sektori privat, i firmave në Dragash, edhe ishte një aktivitet shumë i bukur. Aktiviteti unë bajt gjithit. Radio Shari përveç nuk e ka transmetuar asnjë në pjesë, do të thonë as në Rezan, as në Dragash,
as më mbylljen, ka qenë një finale e madhe, dhe me thonë unë kum pas telefonat prej 70 grave, se unë kum pas hikin bashkëpunim me grave, sigurisht të cilat dhe ndoshta kemi pas edhe pyetje, pse nuk u transmetohet pret aktivitetet e ditës lirimit jenë transmetohet ditën e nesërme, ose të masën e nesërme, aktiviteti i grupit e grave nuk u transmetohet. Unë kom në emër të kretë atyve pjesëmarrësve, dhe më thonë kanë qenë përmi 74 grava pjesëmarrëse, se cila veç e veç, sa herë të më takuar, më ka pyet pse as ka qenë për aktivitetin e emër të komunës, unë një të pyetje kom pas sot mja bote frytarit, vetëm aktiviteti i grave nuk ka dalë media Radio Sharë, dhe më thonë këtë aktivitetit tjera i ngorë. Unë jemi frustruar me Radio Sharën, njëtën pyetje pa di që sot nuk është Radio Sharë, njëtën pyetje ku pas një bod Radio Sharë, edhe kryetarit komunës, edhe pse kryetarit komunës ka qenë pjesë e aktivitetit, do më thonë me në kryetarin gjithashtu, nuk e di pse bëhet këtë diskriminim gjinor, pse ka qenë aktiviteti grave, do më thonë, nuk ka qenë një ditë, ka qenë 2 ditë, mas 2 ditë Radio Sharë i ka publiku këtë aktivitetet e ditës shlirimit që aktivitetet i grave jo. E një të pyetje është prej 74 grave, veç e veç, pse Radio Sharë në ka diskriminuar, aktivitetin e grave nuk e ka qenë. Për këtë arsye, unë personalisht, unë vendos me qëndruhe në zakë, dhe mos me shumë. Faleminderit. Le që nuk ka ardhur në transmetim Radio Sharë që ka marrë grupi grave një lojë voleybollit që u konë jashtëzakonisht dhe televizioni Prizrenit e ka qitë që as ka marrë dhe pjesë, por le që nuk e ka qitë as thirrjen si aktivitet, por e ka qitë 2 orë para ditës shlirimit, gjatë që 2 ditë për para po. Por prap shkelje, por prap unë nuk kam kontrat me tonë. Veç këto janë shkelje, ndaj kuvendit, ndaj leje si pjesuse. Faleminderit edhe një herë, ato dikush me marrë fjallën, unë mirë jenë uzje ka fjallën, Agron Gashi pregatitet. Da se svi šefovi parlamentarnih grupa izjašnjavaju o tome da li će ostati ili otići, ja moram da iznesem stav koalicije Vaketa, to je da mi ostajemo na ovoj skupštini, odnosno da ja ostajem na ovoj skupštini iz nekoliko razloga. Prvo bi htio da izrazim zabrinutost zašto je zabranjeno u jednoj medijskoj kući, mediju, odnosno transmiteru naših video prenosa, zašto je zabranjeno da dolaze. Međutim, i taj transmiter nekoliko puta u prošlosti je skidao moje govore. 28. februara 2 moja obraćanja u Skupštini su skinuti. Imamo tu kada mi predsjedavajuća da reč, ima reč Munir Jonuzi i onda nema ništa sledeće, čuje se zahvala gospođe predsjedavajuće. Kad sam pitao o čemu se radi, on kaže bio problem. U redu, jedan put je problem. Na istoj sednici Skupštine obraćao sam se ovdje za ovom govornicom i sekao mi uvodno moje obraćanje. Onda to nema nikakvog smisla o čemu ja govorim. Moj stav je da se vrati Radio Šari, ako ne danas, onda na sljedećoj skupštini, jer zaista nije dobro da ikome branimo prisustvo na ovim skupštinama. Ovo su javne skupštine i njih ima pravo da prati svako. Meni se sviđaju prenosi Radio Šari zato što nas prenosi original, za razliku od televizionog projekta. Imali smo i situacije da jednom nestane baterija, drugi nema internet i moje obraćanje ne postoji na ovoj skupštini. Dakle, moj stav ja ću ostaću u skupštini i učestvovati u diskusiji o draftu budžeta za 2026. godinu. Atëherë, Agron Gashi e ka fjallën. Atëherë ju përshëndes të pranishëm Asambleisë, përshëndet sekretarët e presuese. Unë desha të kishim lidhje me mediumin Radio Sharë, të cilën siç e konfirmoi edhe kryetari i ston kontrata me tyre dhe si medium është dashur dhe i transparent dhe gjitha ligjit aktual që ka ndodhur në këtë asambleë komunale. Mos përmbajtja
e rregullorës, atëherë postuhet se nga kryesuesja dhe kryetari ka pasur shumë projekte dhe çertime për mos kryrje të këtyre sesijave. Dhe kryetari sa se është marrë një vendim një pezullimi, o pezullimi është dashur të jetë zyrtar në një shtesë, është dashur të jetë zyrtar në një shtesë, të cilën është si dëshmi para kësaj asambleje që vërtet ju keni marrë masat e duara të tij. Me qenë se komunoni të jemi shkurtër, a jeta, vjen nga fusharësime dhe disa nxënës në shkollën u morë vendimi për suspendimin e tyre dhe dërtori mori vendimi suspendojnë nga shkollë. Mirë po, duke marrë anën ligjore nga Ministria nga dekaja, atëherë tha mos plotësimi dorës të duhet të thejë. Nxënësat duhet i kthehen shkollës për mos plotësim të dorës. Dhe unë po konsideroj se apa tezoria ka qenë në nivel dur dhe është suspenduar për një kohë të cilën ai nuk ja ka ndërprer kontratën prej të premisohet dhe me seancën e radhës i kthej saj asambleje. Dhe nëse posedon kryetar, ligjëristë dhe zyrtarë që ju keni suspenduar apo keni dëvuar sot nga kjo seancë, atëherë nuk plotëson shumë kriteret që ai mos jetë prezant. Nëse ju posedoni sot një dokument të cilin e keni dhënë. Mjekto. Pa vendim. Me fejta të shirë, vendimet të shirë. Edhe Facebooki ka, Google i ka. Shkona, unë jam i mënë. Për ndryshe, është dashur të jetë në këtë seancë të jetë prezant në nëse nuk posedon një shkallë. Atëherë faleminderit e zotëri Dashi. Atëherë vazhdojmë me diskutuesi i fundit është në gjatë sela. Dritonat e tij, dini këtë. Okej. Rëndi ditës hala mund të në gjatë sela e dritonat e. Do të vazhdojmë. Absolutisht. Përshëndetje e njerë, Aljeta, që të drejtojnë pak juve, pare që të vjetë si e mune këtu, ju ka bënë transmitim live. Por të vjetë në dishe ka metë dhe 2-3 seansa të vëpeshis, ato bëjnë 24 minus 4 seansa 20, për një kjo 5 seansa. Por 5 seansa nuk kemi qenë gjeni që të njerë në nasa. Ta kemi kohën e fundit, kur duhet të buxhetin aspekti buxhetor, fundi i këtij 4 vjeçare mandati, që të shifën të arritës ku janë dëshmi, ku janë arsyetimet e asamblejistëve për mos punë, mos vërejtë. Unë nuk e njoh kryetarin që ka shumë kohë, njoh për transparent, edhe po besoj që kësaj rrate do ta lejoje me ardhë që ta përcjellet vështirë të qytetarëve dhe për gjithë të bashkëdhëtarëve. Tash e kemi funksionet të bashkëdhëtarëve që do na vijnë, ata do të informohen edhe nëpërmjet Radio Share, nëpërmjet Radio Tira, se çfarë thënë me një ekonomisë buxhetore për Ministri Gjatë në Ministri Shtatës që ne kemi qitë para vetë. Vime dhe se diskutojnë tash, nuk vam gjithë këtë kohë, dhe shkretar me kota marrë fundimin ta lejosh që s'marrë s'masë për një ditë ki e kohë. Një ta presish këtë kohën e fundit, që ne një fundit, ato zokët e njëja në të vjesin që juhet e ekzekutivit, mera dhe shtatë. Qëfar halli ka, qëfar problemi ka qytetari që ajë nuk i ditë, ajë freti nga ne qytetari, freti nga ne se qëfar do të diskutojnë lejnë të armën edhe për këto 2-3 seancët e fundit, edhe për kornizin direktore të ministrit të gjatë të ministrit. Unë po besoj se ju do të shoni për poporimit të qytetarëve, do të lejoni që të është prezent në Bresharë dhe masa të cilët ju në ndonë të merrni deri në një seancë të radhës. Por në seancën e radhës prapë ne kemi dëgjimin e ndonjë deti. Po besoj se do të jemi të arsyeshëm, do të jesh i arsyeshëm që do ta bëjmë përndryshe. Unë nuk mund të diskutoj
diskutoj, pa më në gjuhë qytetarë. Unë e votën e kumarë. Ka qytetarë? Po? Radiosharri se ka transmituar kur. Seriozisht po thonë. Radiosharri edhe sot më paskon se kishte transmituar. Ashtu në të gjuhë Radiosharri. Asimi të kuptuar s'po doni me kuptuar. Kjo është ju të gjuhë qytetari. Kërret që seancën është të gjuhë. Edhe Radiosharri më paskon, as një seancë të risot. As sot kanë pas me transmituar. Edhe buxhetin se ka transmituar. Po e kreva. Veç postuj me më të gjuhë qytetari. Qytetari është të gjuhë. Legjitime dhaj, dhe që se vim. Edhe a legjitime, që se ka kontratën, gjitha seanca të desh live një ba. A ka legjitime? Kjo është legitimiteti. Kur e marrësh një detyr, edhe me legitimitet e bërë seancën live. Lutëm. Sot ekzekutivi ka marrë vendim, jo une. Jem ankuar 4 herë. Te veqa po të qytetari. Ja, jo me në shkrime. Jo, hiç absolutisht. Nëse sta më për në termin. Nëse po më gjëra që shumë vazhdojë së pak. Këto ndërshmesh, këto ndërmjet që po më shërgon shumë në Radiosharri nuk është po ashtu përcjell nga radio tjera. Unë e kuptoj vetëm atë radio, lokale të cilët bëjmë kontratë dhe paguhet dhe të puna. Paguhet dhe ka parat, taksa paguse. Media tjera, jo të ministrara të gjitha. Por unë dëshiroj që të është prezente ajo media të cilët merë para nga taksa paguse të komunës sa. Për kundra sa, thash, 20 seansa nuk ke qenë në gjenë, ju me ekzekutivi, me hek brejtja, e keni gjithë kohën e fundit. Unë prapë në mes të një asjetim një, inshallah jemi gabushëm, nuk është ashtu sa të mendoj. Mos prezenca e Radiosharrit mos të konvenojnë duke që mos shehë qytetari hallë të cilët ne kemi në komisat të 2-3 seansa. Për këtë arsye po kam qenë ta firmi që të është këtu. Masa ka vazhduar 22 seansa, 20 seansa deri tash. Mos më na dëgjoj live. Mas një ditë 2, një dëgjoj çdo 2-3 që sa i kanë me këto, i të vazhdojnë. Po keni qenë në fund tash. Ate fjallën e ka Driton Ademi. Uron 4 herë ke folë për që të temë. Dritoni është i fundi që e marrë fjallën. Na por me folë jam i zonë. Por mos me folë zina një. Dhe të para të shari. Por shumë një gjëgjit, atërës unë e pak po në lirën dhe para forësi jam, kolega jam, që të kolegë, nuk mundesh, nuk lirët parasysh në Facebook, një vendim që e marish me një vurës të komunës. Këto haro, që t'jem su që shtu që 4 vjetë, në shumit po, me shko për para. Qëto për ta thonë. Po këto e kjim si prej kryetarit, se kryetarit që ka shku në Facebook me thonë se është një para të vendim, e se nuk e ka qitët vullën e komunës, nuk ka vendimaj. E para, mu po mjam mirë që jam një 2 media shtuna, ajo në vullnetarë, a që i paguj, është mirë shumë. Dhe më thonë që edhe qëto të deqimet e ekzekutivit që janë të i pasë, jo shumë mirë që është të i pasë, këtë arrogancë tyne, ndaj Radiosharrit. Pse ndaj Radiosharrit? S'është që është kom dhe i farë interes ndaj Radiosharrit. Po jam i të i pagu me taksat tona. Por dhe sa i pagush me taksat tona, aji person du të më konë shtuja. Ajo radio du të më konë këtu. Mu po vjen shumë që di që është koha dhe pauzës, pse ekzekutivi. Mu po ma tolerë. Me shkop këtë pauzës, edhe me edhir, edhe me e marë. Po ku pe e gjimi pash në kapë, mund kini mërin të risa më të mesë. Kina shumë pesë përdorime që ju s'po dorimi një po, a i kini quaj investimet veç ku i ka më një është të juj. A që kam problem, në s'pëti pëse këtë amulli i një tokë një juaj që 2 orë për një Radiosharr që tut në me e thiri rejë. A s'kini numër telefoni, atë e që kërëj. Por shka të pësë me të të unë janë për një pare, qaj që e do më thonë e kumbrej që Radiosharri nuk u konë vlaj. Edhe i më thonë edhe këtë zhujë. Ashtë edhe proces verbal. Do më thonë, po konë vrejtja jam me konë e parë o konë për qëtë punë. Po, rësusja ka ngritë qështje, po mbas asaj ditës, rësusja mos kur duke ke ngritë këtë qështje. Mos do shta pash të edhe një herë 2, po nuk e ke ngritë këtë qështje. Do më thonë që 2 herë ka nuk më barë. Aj 3 po talon, po për 2 vjetë 3 herë, atë sa shumë se kje. Do më thonë, ti, sot që më në ka, do më thonë, ditën e, edhe ku keni lënë ditën e 9, ditën e 3 lla
i një leon, kapim një trilla qështore, që e kini sot detyrueshme për me quaj në Krishtinë. Nuk po mja shumë keq që një to hukë ko që 2 orë, mendimi jam, si driton janë të vonë, jo si grupë parlamentarë. Është tuha e pauzës. Mundi me shumë, Resuse, ja vendosim tuha tona me vota, jo me shveta. Edhe atona. Së me marrë vendim paqin aty në asë. Ti mundi shmeqi, voton tuha nëse së voton. Unë po të thonë. Nëse ki e pakës si kryesuse, si nërgjit që pakës si kryesuse, edhe si ekzekutiv. Po shkem të auz, mire pak ma të arsuishme, mas të auzës, tone edhe e vazhëm të famë. Faleminderit Viton, ato ditë kush pratë randi ditës, kuron jo, agron jo, Sefa nuk e ka marrë fjallën, Sefa ka fjallën. E kam një lutje për buxhet. Dhe me thënë është një buxhet shumë i rëndësishëm, shumë më i rëndësishëm se sa Radio Shari. Personalisht shumë kurrxan, e respektoj këtë takonat privatisht. Dhe një një që keni po vrejtje vazhdimisht. Unë jam një mësues i thjeshtë që punoj me ciklin. Pas kemi në zonë kur na prish qetësi, ose e them një rregull, na si mësues i marrim do rregulla për me me thënë, ja një dërim, me që një me përmishë. Mësë me nga prish rendin, një thasë. Kryetari është kryetar i shpitësi komunës. Dhe tash, janë kesa dhe tona, kje e kam marrë një vendim për me përmishë. Për shumë e të po jo, Ju të gjoj Sefa gjithë dhe mera. Ju kisha lutë të dëgjoni si që ka dëgjuar Sefa. Shumë ma i rëndësishëm që kemi shkuar para se sa Radio Shari. Vazhdimisht nuk në ka përcia. E përmendi edhe profa, e përmendi edhe shpëtimi të mësdele se të përmendi janë. Me rëndësish për populli me punu. E jo me nga dëgju që apo folin nga. Me qërë punët që në bëjnë. Nuk është shumë më rëndësi për mund që apo folin këtu me më dëgju ata. është më rëndësi një po punë të mira. Edhe është mirë, edhe ju me të rejtjarën, aranë me tanë, me për mësancën për hirë, komplet të e, se po e gore që me... Për zotin pa përmendje. Të do ma kërkon me të rejtjarën. Nëse do një me bu politikë kjo ju dhe i kodë nërë ma shumë, që kësi doa. Ju përfitoni ma shumë, dhe thonë dhe këne. Ju përfitoni shumë, se tash është fundi. Se o fundi ju të trafi. Finishka shumë ma interesant, tash kjo është e drejta e kryetarët, si mësu, si thjesht që janë, unë e kam drejt, drejtore nuk mundet me mu përzit të klaserianë. Që është po përzit. Po kjo e drejtori, gjasa e minat. Ti e vazhdimisht një janë kuaj. Po vazhdojnë në zërë, janë në dhëmi dërimi, në veç qëllim për me përmisuar. Edhe kërgjës është, shpetimi tha disa erë, ju gjithmonë edhe që si erë, në shani edhe në gjësantën. Me regullat pashluara. Jo nëse së është kurgjon. Vetë keni pas ankesat vazhdimisht për e dësharë. Se s'peja kërkush kryetorit sonë, më të nek pak edhe me tire nga dësharë. Po që unë e përdojmë të nishë në ju dhe... Mja dhëmë se nga të sekretarës të ju. S'ka marrë në një Jo të dona hiq. Jo hiq të dona, nga transparent të me dona. Që 2 vjetës ti ka transmitu. Që 2 vjetës ke reaguar që tash për reaguar. Jo shkoj. Nuk është të reaguar se ta. Për mirë qisaj, për reaguar që më doni veç me një... Po të qëra është pjesë me që të taksave që paguat që radiosharë. Jeme një radiosharë e sakë. Që të taksave. Po e gurë është mbytë se radiosharë. Pa e ke konfërci me të atire pikë. Nuk e pe fjallën pak të radiosharë. Para gata se konfërci me të radiosharë. Se të hekë. Të lopo e e shë në dëgjurë. Pas të javë të prejme dhe atyne që në Në të gjene dhe tja saj që e pagujnë. Do në kryetu të a mundi një minutë replikë se ma kërkoj me të rejtë fjallë.
Atëherë, shalimin e fundit për jalo kryetarit dhe o le ta tire o le ta vazhdojmë seancën. Qëndrimin, unë nuk kam kontrakt. Në qoftë se ky vendosën që mos me thirë, nuk e thiron se ky ka kontrakt. Na nuk janë gjëra ato për një radioshar nuk bëhet gjithnaqe problem. Në qoftë se kryetari që shumë për aj une nuk as se kum thirë kur, as se kum qitë kur, as kom punë me ta kur. Atëherë, vazhdojmë kryetari. Ndërruar delegatë, kam plotësisht drejt ligjore, brenda 1 minuti mi janë ndërprej kontratë. Nëse ju imigjin një medium lokal, me dhenu, edhe me arë një medium nga Prizreni Prishtina, unë kam drejt ligjore, kam bazë ligjore në këtë minut janë ndërprej kontratë. Unë me Beqin Beqen kam raporte jashtëzakonisht mira personale. Shumë mira. Ai e ka mush kupën. Kryesusja ka qenë disa herë, ma ka të reguletjen, marë masa, e ku thirë ato disa herë zyre, ka arë keq në janë dhe bëjë kontratë. Nuk ka nevojës me që uvrejtja atje, s'ku gjohë. Drejt për drejt që e po mërë që e ka rezultare një që. Tu, kom drejtja, po unë nuk të du, unë më du me disiplinu. Unë jam për mediat lokale në istimulit. Edhe për përmend një shumë taksa pagusit. Radna nuk kemi kontrat me radiosharen që ajtë pënor s'pënor me pagu. Nëse vjen, transmeton, paguhet. Nëse nuk transmeton, nuk paguhet. Për ditën e shpirimit, ka qene prezentu, po pasi nuk e ka bon transmetimin drejt për drejt, ajo faktur nuk i paguhet. Edhe sot, radiosharen, për mu disciplinu nuk ka me marrë pjesë. Mi të regu ati që do thot edhe komuna ka me marrë. Edhe ai nuk ka me marrë pjesë. Nuk e di unë, nuk të rishë në një kësaj, e radiosharen nëse do, e ka ligjin, e ka gjyqin, në të ankohet, pa e din që s'ka drejt mu ankue, sepse e mund kontratën e përheshme. E dine së. Fajnë nuk është në presusës, kjo disa hejnë peshën të mund ka keq një janë të brejtë. Po basi ju, imi, këtë pajtimit që do të kom pas ligjore, më janë të brejtë, janë të brejtë. Si të kërësohet se në besë në që në kisha një, shumë nga më rëndësit se sa me qenë ose më zëmë. I kini 2 transmitime në uaj, një i kini gjurë më shnjafë, një i kini gjurë shqipte, shu që opinioni publikë. Jam në informuar këtë që ka të diskutoni, lutja ime po ashtë të dini se të rejnë satë. Kaqë. Edhe unë e kisha nuk në surë se në bëve në mbymë ta se u debatu shumë gjatë. Definitiv ashtë vendimi, aj sot nuk mundër me marrë pjesë satë. Kush do të të satë? Atëherë, kryetari që ka marrë vendimin që radioshari mos tjetë prezent. Të dashur asambleistë. Kush është pro rendit e ditës? Edhe njëherë kisha lutë zyrtarin ligjor, a kemi korum, as i doli PDK-ja dhe të vendosja jashtë. Atëherë vazhdojmë. Kush është pro rendit e ditës? Kisha lutë Florian Njëmbërteja. A ka kundër? A ka abstenim? Me 14 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim. Atëherë vazhdojmë të pika pare e rendititës. Miratimi i proces verbalit nga mbetet e kaluar. Kush është pro miratim? A do dikush me marrë fjallë në rrëtë kësaj pike? Në qofë se jo, atëherë edhe të bëjmë votim. Kush është pro kësaj rendititës? A kemi kundër? A ka abstenim? Me 14 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim, e miratojmë pikën e parë. A
Atëherë vazhdojmë te pika 2. Miratimi i kornizës së fatmesme buxhetore 2026-2028. Kush do me marrë fjalën rreth kësaj pike? Atëherë Sefa ka fjalën. Atëherë Munir Jenuzi ka fjalën. Pred nama je predlog budžeta za srednjoročni budžetski okvir 2026-2028 godine i u onom dokumentu na trećoj stranici u dokumentu koji smo dobili iz materijala Skupštine stoji da opština Dragoš ima 35.000 stanovnika prema zadnjem popisu. Ja ne znam da li je ovdje u pitanju štamparska greška, odnosno greška tehničke prirode, ili mi ovaj budžet usvajamo na osnovu popisa iz 2011. godine. Sada ne znam da li se radi o 2011. ili 2024. godini. Da li je popis iz 2024. godine počeo da se primenjuje i za budžet opštine, s obzirom da na narednim lokalnim izborima da je smanjen broj delegata u Skupštini, interesuje me da li je budžet opštine ostao isti. Ako je budžet opštine isti, onda vidimo povećanje od 12.800.000 na 13.254.000 eura. U toj konstelaciji budžeta onda dolazimo i na osnovu dokumenta koji su nam pružili, dolazimo do zaključka da fair share raspodela je 61,39%. Ako se radi o starom popisu, onda fair share raspodela nije ispoštovana. U vezi kapitalnih investicija interesuje me sljedeće pitanje, izgradnje deponije u Orčušu i Rence. Interesuje me kakva je ova deponija, u kakvu svrhu ćemo je izgraditi, da li je to za skladištenje građevinskog materijala ili za komunalni otpad. Onda imamo ekspropriacija, tačka 3. Ekspropriacija imovine AKP Dragaš i Brodosavce. Interesuje me u kakvoj ekspropriaciji je ovdje reč. Stavka 4. Izgradnja krovova zgrade u Dragašu. Interesuje me da li su sve zgrade, one starije zgrade, da li su sve obuhvaćene za ovaj projekat. Ako jesu, onda mislim da 60.000 eura bit će malo. Imamo sufinansiranje projekata sa donatorima, Ministarstvo za regionalni razvoj i MAOS. Koliko sam shvatio na Komitetu za politiku i financije, ovdje je reč o ugovoru koji je gospodin predsjednik potpisao sa KEC-om i da ćemo sredstva odvojiti za renoviranje dalekovoda na putu prema Breskalici. Ako je to taj slučaj, onda ja bih predložio da u konačan budžet uvrstimo Ministarstvo regionalni razvoj, MAOS i KEC, jer će najveći deo budžeta biti potrošen na ovaj projekat, odnosno najveći iznos iz ovog budžeta bit će potrošen za ovaj projekat, tako da ne stvaramo nedoumice među našim građanima, da znaju da je opština odvojila sredstva i za ovu i za narednu godinu, da ne ulazimo u sukob sa zakonima, znamo da je KEC privatno preduzeće i da ne spada ni pod Ministarstvo za regionalni razvoj, ni pod Ministarstvo za lokalnu samoupravu. Sada, nekoliko puta nam je skrenuta pažnja da predlog budžeta za Goru nije isti u materijalu koji smo dobili i onaj što bi trebalo biti. Ja sam tražio od šefa kancelarije i ovaj drugi budžet, onaj koji je tačan, međutim ovdje ostaje žao zašto Visoki finansijski savjet i malo ozbiljnije ne pristupa budžetu kada je u pitanju nevećinska zajednica. Zašto se malo ozbiljnije ne pozabavi nekim projektima? Ovdje imamo nazive mesta, pogotovo u goranskim selima, koji uopšte nisu obuhvaćeni ovim predlozima za kapitalne investicije. Verujem da je u svako selo
slučaj, pošto znam da je u Rapči greška, verujem i da u ostalim selima u Gori je slična situacija. Ako pogledamo stari budžet, imamo stavku 57 i 64, odnosno predlog koji smo dobili u materijalu, izgradnja sportskog terena u selu Ljubošta i izgradnja sportskog terena u selu Ljubošta 64 i 57. Jedan je odvojeno 30.000, drugi 40.000 i po meni je to totalno neozbiljno da dobijemo nešto u materijal Skupštine. Međutim, ako pogledamo, da kažem, važeći predlog budžeta, onda ovaj projekat sportskog terena je 40.000 dvogodišnji, 20.000 za 2025. i 40.000 za 2026. godinu. Sada stavka iz socijalne i rezistencije usluge, izgradnja kuća za osobe sa posebnim potrebama u opštini Dragaš. Za ovu stavku nemamo iznos, pa me zanima da li je ovo opet neka greška ili se nešto planira uraditi po ovom pitanju. Imamo stavku koja nema vrednost u ovom budžetu. Zahvaljujem se, gospodine predsjedavajući. To je bilo sve. Faleminderit Monim. A do se vidimo zimi. Përshëndetje edhe një herë për pasi është organizata me budgetin. Nuk kam ndonjë urrëtie personale ashtu se përket listimit që është në krejt ka nevojë me investu në çdo fshat në Beograd, detyra jonë dhe puna jonë është që këtë vend ta bëjmë më të jetueshëm për të gjithë banorët që jetojnë këtu. E kam kryetarët tash asnjë vetë se kam e kam një kërkesë kështu. Edhe nga banorët e fshatit Xherxhe, po dhe kërkesa e banorëve të fshatit Kosov është një rrugë që fjala e duhet të shumë shkurt. Me një gjatësi 900 metra është Kosov Xherxhe dhe Xherxhe Kosov. Është qëllë qeverisjen e kaluar, edhe është rrugë që e lidh komplet Trevën apo me komunën e Dragash. Edhe kësaj kështu që si keni dhënë prioritet, është mirë, po them që me shti sot, po bile leximin e dytë me bën një projekt 2 vjeçar se është gjatësia 900 metra. Edhe është rrugë që e lidh komplet pjesën. Shfrytëzohet planikun, në rrugën me asfaltimin e Po, planikun me asfaltimin lidhje e Kosovës. Po. Domethënë asfaltimet që rrugës që shkojnë në planik. Po, tash për me ardh, për shembull, na do të më shkruaj deri në planik, një rrugë me përshkruaj, kurse është 900 metra rrugë gjatësi që është mirë tash. Është hiç më pak e rëndësishme se sa shumë rrugë që janë asfaltuar dhe janë kubzuar, është diku 900 metra gjatësi, me një projekt 2 vjeçar është mirë me paraqo, ose me kubzim ose me asfaltim. Rrugët duhet me ditë gjithë, si të kërkojmë. Rrugët janë të gjithëve, nuk jetë synim se është bon Brodesan ose është bon Shajnë, se na rrugët gjithë i shfrytëzoj. Edhe duhet të shohim me këtë sy rrugët. Është i përshtatshëm. Rruga e ka një bazë shumë të mirë me kusht, vetëm ka nevojë një përmirësim i vlakit edhe është rrugë që e përshkruajnë të gjithë. Shumë edhe postat tash që bukurojnë online vazhdimisht e frekuentojnë. Po gjatë vërshimeve kjo rrugë ka dalë sistemit makinat të vogla ecin si me e mirë është me darë me pas parasysh që me shtjesh një gjatësi më pak se 1 kilometër. Tash faleminderit. Faleminderit Edin Kurti e ka fjalën, përgatitet Suada Vajana. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Prvo bih htjela da skrenem pažnju, mislim da je Edin Kurti, nego Edin Kurti. Tursko prezime upravo da Vuk. Drugo, htio sam da pitam, pošto ja nisam član komiteta za zajednice, kolege su nešto pričali danas da ova lista što se tiče vezana za Gor, da nije
da nije konačno da ima neke izmene. Pa sam htio ja sad da pitam da li mogu sad da pričam, da li ovo konačno listu, da li mogu da pričam o ovoj listi ili postoji neka druga lista koju treba da dođe. Ne mogu da dobijem odgovor. Ili da nastavim s ovom listom koju smo dobili u mediju. Možemo to pozivati. Znači ovo je konačna lista. Nije konačna, ali ti daj predloge, nije problem. Dobro. Ovako, zanima me gospodine predsjedniče, ovdje je pisao. Samo tačku spomenu. Da. Broj 46. Izgradnje infrastrukture i kanalizacije sela Brod. Meni, ovdje gospodine predsjedniče, meni kao onih građanima s kojima sam pričao, i meštanima ovog sela, nije jasno gdje će se vršiti izgradnje infrastrukture i kanalizacije. Pa me zanima ako možete da mi date ime i mjesto. Drugu, tačka broj 52, izgradnja muzeja u selu Brod. Ko će biti nadležan za ovaj muže? 52. Ko će biti nadležan za ovaj muzej, kako planirate ovo da izvedete, ko će biti zaposleni u ovom muzeju i to je slično da vas molim da mi pojasnite. Također, pitao sam i prošle godine, pitaću i ove, tačka broj 63. Izgradnje turističke kuće na mjestu zvano Ludino selo Brod. Zanima me kako planirate da ovo izvedete, ko će biti nadležan za ovu kuću, da se tako izrazim, ko će čuvati ključeve ove kuće i ko će biti odgovoran za ovu kuću. Ja sam pitao prošle godine, vi ste meni odgovorili da ćemo donijeti pravilnik, da će se graditi više ovakvih kuća na našoj opštini, da ćemo donijeti pravilnik ko će biti nadležan za ovu kuću. Ono, to mi je jasno, ono čega se ja bojim, da ne date možda ključeve, da neće biti, ako budu nadležni predsjednik sela, recimo, predsjednik sela ili kako god, u našem selu predsjednik sela i član SDU partije, tako da će ovo postati njihova kancelarija, otprilike tako. Pa vas molim za pojašnjenje, kako bih znao šta planiramo da radimo i kako da glasimo. Hvala. Faleminderit Edinku, fjallën e ka Suada Bajrami. Përgatitet Mirana Emre. Përshëndetje mirë të gjithë. Kolegu parafols ka të drejtë në mbledhjen e komitetit të premten, kryekusnikove të në ka premtuar se kam në tonë një material të ndryshimeve që kam ndodhur dhe sakt ku jem dedikuar të ndryshimeve të fratërnetit. Atë material sot të dhe gjithçysh me qenë këtu. Na po flasim për diçka që s'kemi qysh me forë për ata. Do më thonë unë përveç që jem përfaqësuese e fshatit Sharnë, unë jem përfaqësuese e popullit, përfaqësuese e Dragashit, edhe të gjithë qytetarëve të cilët na drejtohen në ndonjë pyetje ose kërkesë. Sektor shkallë dhe vina këto. Kërkesën tjetër, kryetar banorët e fshatit Dragash, Dragash të huba e sipërme, dhe më thonë janë kryesisht banor nga fshati Lajnik Atinat Uda, që ajo pjesa është ka fjetë shumë, dhe më thonë ashtu veshur me koska, Uda ka fjetë dhe është shumë e dëmtuar.
Ka shumë banorë ajo lagja atina, edhe kërkesat me banorëve është të përmirësohet infrastruktura prej natë. Kërkes tjetër, kam prej banorëve të fshatit Shajnë, në Shajnë kemi probleme me ujë. Me ujën e pimishëm do me kam, si shumica vendeve që e kam për problemin. Po, kjo situata e ujit e ka rëndu ala ma shumë gjendje, prej vëshimeve, prej veqjeve gjithë të ratrafit me. Se udha për me shko në bjesh, e ka mundshme me kaluar. Do me thonë, është një kërkesë jetike, është një kërkesë elementare, edhe banorët ko pas kohëve kanë shkojë, voluntarisht i kanë pastruhe ato gypat e ujnave, edhe voluntarisht është ka mundshme me shkojë, dhe me shkojë me kamë. Me shkojë me kamë, në kamë atje 2 rrugë është për pjesë. Ajo pjesë është 5 metrë prej Katundit në Shajnës. Edhe na kërkojmë që të përmirësohet infrastruktura rruga e Gjishtës, edhe të mundim në ndërtimin e shërbuj. Faleminderit Suada, fjalën e kam Mirane Merati. Zahvaljujem. Kao što su i pre mene, kao što je Suada pre mene rekla, na komitetu smo mi doneli jednu odluku da se svima nama građanima dostavi pravi materijal, pošto je ustanovili smo ovdje da ima dosta grešaka u materijalu ovog drafta budžeta. Smatram da administracija nije uvažila naš zahtev kao našu primjedbu na komitetu za zajednice. Nadam se da će se to popraviti u konačnom budžetu. Drugo, pošto je gospodin Edin Kurt rekao za ključeve, za kućicu, predsednik sela jeste Šefket Ismaili, član SDU partije, ali ujedno dvojica u odboru, seoskom odboru su Edin Kurt i ja lično, Mirane Merati i Šefket Ismaili. Mi smo taj odbor. Ako dobiješ Šefket ključevi, imaćeš i ti. Zahvaljujem. Faleminderit Mirane. A do t'i kush me marrë fjala? Në qoftë se jo atë kretari i komunës, zotri Begjegjeti Ratini ka fjala. Të ndërruar delegat, unë po ju përgjigjem me të propozimeve të delegatëve. I pari ishte që du shkëtoj zotërin Mirjane Muzi. Du të tregoj se aty është në gabim. Buxheti është nda për komunën Dragash dhe për gjitha komuna Kosovës në bazë të regjistrimit të fondit. Aty është një gabim do të si gjdo herë, bajtën do të shënimet e vitit kaluar këtë vit edhe zyrtari kryesor financiar këtyre ka përmirësuar. Buxheti është nda në bazë të vitit të regjistrimit të fundit të Kosovës, në regjistrimit 2025. Deponia Rënc edhe Korçush, me planin zhvillimor komunal që është alfa omega apo kushtetuta e komunës, ato dy vendet do të është para parë që këto deponi e mbetjeve të ngurta, do të mbetjeve do të prishtjeve shtëpive, banimit e tjera, do të këto deponi do të bëhen deponi jo të ambisnis, jo të mbetjeve organike, të cilat mund të kundërmojnë dhe mund të ndodhin ambientit, por do të bëhen deponi me mbetjet e ngurta, janë da mjete që na planifikojnë që bashkë me donator dhe investitor të ndërtojmë të dy deponi. Këto vendimi i ka marrë Asambleja Komunale, vitin e kaluar. Në këto vende ku do të bëhen deponit, ku planifikohet të bëhen, dhe na mendojmë dhe planifikojmë të bëjmë, këto vende kanë qenë të plutarisë,
Në Asambleja Komunale ju drejtua edhe unë si kryetar qeverisë e Kosovës, qeveria e Kosovës që e falenderojmë, ne ka dhënë ato 2 vende do të pa kompenzim. Që ato na mund të shfrytëzojmë për ndërtimin e deponimit. Sa i përket eksplorimit, to janë prona që ku Asambleja Komunale ka votuar që do thotë pronat e AKP-s, cilët ata kanë dësht me i shqip, por ne ka imponi vendim që AKP-ja këto mos t'i shqip, në mërmësit për arsye se ne kemi komuna ka nevoj për këto prona që t'i mbajnë në përësit e tyre, janë disa prona që i kemi përmen, këtu janë vendime, kështu që nuk du me ju lodhë ma shumë. Sa përket punëve të banesave, ne këto do t'jenë projekt 2 vjeqar, në vitin e parë i kemi ndarë 60.000 euro, në vitin e dytë do të ndajmë mjetet mjaftueshme sa do thotë do të kërkoj tenderi. Nëse kërkon ditë për vitin e dytë, kërkon 100.000, dhe do ndajmë 100.000, dhe planifikojmë të gjitha këtyre ndërtesave, cilët qytetarët kanë pas shumë ankesa, të ja rregullojmë kulmin. Sa i përket subvencionimit, do të thotë pozicionit subvencionim me donator, ne ku ta përgatitim tash për me qunë Prishtinë, këtë vendimin edhe listën e projekteve, do të shenojmë edhe do të sa mjete jenë të parapame për me subvencionue projektin për ndërtimin e tensionit të lartë të drejtimin Restelic dhe Brot. Do të to vrejtë që i ka thonë Muniri Luzi, gjitha do t'i në listën e cila do të preganitën me qunë në Ministrinë të Financave, do të përmirësohen. Edhe se përket Liberishi që e përmendin. Edhe se përket ndërtimit të shtëpive me nevojë veçanta, është formulari i Ministrisë ky, ku disa komunave qeveria ju kanë dhënë mjete të veta për ndërtimin e këtyre, neve nuk na kanë dhënë, nësa di une vitin e arshëm ose vitin 2028 na vinë në rënd dhe atë qeveria do na dhënë mjete për ndërtimin e këtyre shtëpive. Në këtë vitin 2026 qeveria nuk na ka dhënë mjete me ndërtu këto shtëpi. Në Shefidin në Sefa e përmendin rrugën e cila lidh 2 rrugët asfaltuara që shkojnë në drejtim të Shallit Teknik. Është një rrugë që unë kam kaluar, është një propozim shumë i arsyeshëm, edhe unë do të mundohem që këtë rrugë ta futim në gradën e performancës që ta fitojmë këtë vit. Edin Kurti, përmendin kanalizimin, është përmend vetëm si pozicion. Kanalizimin, mjetë për rehabilitimin e kanalizimit, por vitin e arshëm, kur të bëhet projekti dhe kryesja e fshatit, aty ka nevojë, ka me dhënë propozimin dhe ka më bëu projekti për renovimin e kanalizimit. Muzeu në Brot është kërkesë e qytetarëve të fshatit Brot, kërkesë edhe personit i cili e ka një muze shumë mirë dhe ka shumë gjëra të rëndësishme aty, dhe ai ambient ka shumë i ngushtë, ato jetët cilët janë aty nuk po mjaftojnë, dhe hapësina nuk po mjaftojnë. Kështu që është mirë që propozuesit e këtij buxheti nga Komiteti Shërbimit kanë parapa mjete që këto mjete nuk po mjaftojnë, mirë po bashkëpunim me donator, sigurisht që do të kemi donator, ashtu dhe kemi praktikët, do të dërtohet ky një objekt që do të shërbejë si muze. Dhe nuk e di a keni gjetë lokacionin ajo, po megjithatë është një propozim që edhe unë si kryetare kam përkrahur. Sa përket shtëpisë banore, e morë përgjigjen edhe nga kolega jyt, Mira Lemrata. Sota Berami, bashkë me kryesinë e fshatit, Shajne ka qenë një ditë në Unën e Zyre, dhe ne jemi marrë vesh që do thotë buxheti që është parapar për vitin e ardhshëm në Shajne, do thotë shifet të ndahet në 3 projekte, do të një pjesë e mjeteve të shkojë për rregullimin e rrugës e cila lidh Shajnën me Bjeshkën, ku në këtë projekt do futet edhe rehabilitimi i ujëndesave, gjithashtu do të tani sasi e mjaftueshme mjeteve për ndërtimin e një parkut afër shkollës të Pisha, edhe një kemet e lojnave për fëmijë
në shkollë. Gjithashtu e përmendi edhe një rrugë e cila është në drejtim të Radeshës, por që është në qytetin e Dragashit, e cila është prish, na kemi pozicion të mjeteve, rehabilitimi dhe mimbatja rrugëve lokale, na pozicion na mund të parashojmë të rregullojmë këtë rrugë. Nuk e di a pa dikush tjetër në një pyetje, nësa di unë më harika që gjithë të përgjigjem, do të propozime të delegatëve. Faleminderit. Faleminderit kryetar, atë për replikë. Për punësim, mu e përmendim a do të punësohet dikush, nuk e di, pasi ndërtohet ky muze, do të drejtohemi drejtorisë Ministrisë së Kulturës, që të do të thotë na me një kod për punësimin e një personi që të punojë në muze. Faleminderit kryetar, për replikë ka Edin Kurt, pastaj përgatitet të Samidin Xheladini. Prvo želim da odgovorim mom kolegi Miralemu. Ja ne tražim da ja posjetim imam ključ, samo tražim da se taj ključ kad se to bude izgradilo da se ne zloupotrebljava i da se ne daje samo onima kojima oni žele, ali to kad izgradimo pričat ćemo opet. Druga stvar, gospodine predsjedniče, htio sam i da pohvalim, malo pre sam zaboravio, izgradnju puta Kukanjani-Dragaš, koji je stvarno projekat od važnosti, put je u stvarno lošem stanju. To nije samo put Kukanjani-Dragaš, taj je put od velike važnosti za ostala sela, kao i za razvoj turizma u našoj opštini i u našoj gori. Drugo, gospodine predsjedniče, htio sam da vam skrenem pažnju da za u septembar, kada budemo zvanično glasali i odvojavali sredstva za budžet, da kada odvajate sredstva da budete pisali, da pišete imena ulica gdje će se ta sredstva trošiti, kako bismo znali i kada pričamo sa građanima i sa meštanjima sela, da znamo šta ćemo da radimo, kako ćemo i gdje ćemo da radimo. Faleminderit Edin, fjalën ka Samidin Xheladini. Propozim për shpërës që realizohet po tjetër si opcion djerë dhe Rëndësi është mo rruga në këshyri për më ho rruga ka e Rëndës. Rëndës shajnë që në mësi në po në shrutim ishte për në nëve e në parë në një mandat se të marrës që tonë të kënë në tishtë shumë një se në telefon nështë tash nështë apo të shkaftën dhe një kohë do mund në realizohet. Faleminderit zotëri Xheladini, a do dikush me marrë fjallë? Në qoftë se jo, atëherë qesim votim. Kush është për miratimit furnizës së mesme buxhetore 2026-2028? Me këto ndryshimet që i kanë asambleistët. Može još jedno dobro, izvinite. Šta glasamo da znamo? Kako je izmene? Koje izmene? Me gjitha ndryshimet, po propozimet që i bën. Kryetari që i përmendi kryetari. Atë kush është pro?
A ka kundër? A ka abstenim? Me 14 vota pro, 0 kundër, 0 abstenim, e miratojmë edhe këtë pikë. Atëherë vazhdojmë të pika 3, miratimi i listës së rezervë për emërtimin e rrugëve, shesheve në territorin e komunës së Dragashit. Ato dikush me marrë fjala, atëherë ka fjalën Anisa Mehmeti. Kam një kërkesë prej banorëve të fshatit zyrtar, që rruga e cila aktualisht figuron si Kodra e Bollës, një pjesë e asaj rruge, do të rikthehet me emrin Lagja Berisha. Jo është komplet rruga, vetëm një pjesë e rrugës, anej nga fshati Brut. Berisha. Në fakt, më herë dikush e ka shkruar që Brisha ka qenë. Ashtu siç është një orë, para prakisht prej banorëve të fshatit zyrtar. Vetëm një pjesë e rrugës, jo komplet rruga. Nëse ka mundësi. Faleminderit Anisa, a do dikush me marrë fjala? Nëse jo, dhe t'ja u pisë qalim. A ka mundësi fjetar për një qalim për? Ky emën që e përmendat ju, do të futësh një si emën në listën rezervë. Pastaj, kryesia e fshatit bjesh një kërkesë zyrtare, edhe do të leqartu saktë nga ku deri ku do me mbru këtë emën, ose ta që vetëm një pjesë rrugës, jo krejt. Që një shpani është në rëndësi në listën rezervë, në fuqë që këtë emën në emën e saktë, që li ke, apo ardhani në shkandime të shëndoje saktë. Lagja Berisha ato e kanë shkruar, po dikush ka thënë koment që më herë të përdor Berisha. Berisha është origjinal. Berisha është origjinal. A të koma gabima, dhe so... Dhe qaru më ta ma vire. Po, veç ata mund të mund... Faleminderit kryetara, do dikush me marrë fjala? Në qoftë se jo, atëherë qesim votim. Kush është për miratimi i listës rezervë për emërtimin e rrugëve, shesheve në territorin e komunës së Dragashit? A ka kundër? A ka abstenim? Me 13 vota pro, 1 kundër, edhe 0 abstenim, e miratojmë edhe këtë pikë. Atëherë vazhdojmë te pika 4, pika eventuale. A do dikush me marrë fjallën rreth kësaj pike, Adrian Gashi ka fjallën. Atëherë ju përshëndes edhe një herë, unë vetëm gjithëm që kam dalë në këtij bëj këtu. Kemi fjalën për sjelsin edhe drejtorin ndoshta i Lansa më mund në shtëpia e Ministrisë. Dhe ku kemi arritur dhe këto vita do të shohë tuj për 6 në fshatë, 15 fshatë që është të ndikuar. Sepse qytetarit e në pritje, mungesa të bine dorë apo i të a do të shohë, parafërsisht kur do të shohë dhe pyetja do të shqipëzohet, edhe e kërkuar nga banorët e fshatit, kemi arritur në kanalizimin e fshatit. A do të shohë një pjesë këtë vit pas drejtjes të rregullimit të indianëve me qenë se është duke punuar për këtë vit a kompleta po pjesërisht a do të shohë në qarkullim. Këto janë dy pyetje të cilat ju drejtët shpërndelisë.
Për asamblesë, Përshëndetje kryetar, përshëndetje pranishëm në gjithë këtu, përshëndetje delegat gjithë se përket pyetjes së delegatit të Rëngashi për ujin për 15 shatra, i 90% e komunëve janë në përfundimësi. Sjellësi ka marrë formën e përfundimit të projektit. Realisht jemi në fazën e vlerës energjetike nga keci për funksionalizimin e energjisë elektrike, ku duhet ekspertët nga Slovenina për një elektronik, montimin e pajisjeve, edhe trajnimin e stafit për shimin e pajisjeve në përgjithësi. Certifiket vjeti shkëndarë për gjitha shasa, vjeti është kryer me përgjithësi. Gjithashtu deri te ka parë qendrimi në kampin e monitorit, po shumë shpejt të tashimi për një televizionit do të rezultat të kësaj vizite, sepse kemi tra diga ku është ndarë dhe deri te qendrimi faza e parë veç punë drejtet që të instalohet mjetet nga ekspertët sloven në fabrikën e ujit, e cila bën filtrimin e ujit dhe trajtimin e tij. Se përket vjetit në anën e opojës përfundimisht gjitha fshatrat kanë klima, është një pjesë e rrugës në fshatit të Kërstecë, që gradualisht të krye thoku 1 metër kryet edhe e pjesë. Ne mendojmë se shumë shpejt dhe të jemi dëshmitar kur do të shihim që do të funksionojë. Prandaj na kanë dalë punime me shtesë për shkak se bazenat të cilët janë ndërtuar, rezervuar, të cilët janë ndërtuar vitin 2012-2014, kanë qarje të mëdha, po edhe një herë bëjnë detyruar kompanitë që të hyjnë edhe të ndërlojnë ato bazene, dhe sa do mund të rrshaqë njëri, nuk e di. Por momentin ato do të jenë funksionale sa për me shëshmu se uji do të filloj edhe të punojnë. Mirë, po nëse paraqiten të këto bazene, që këto rezervuar, defekte të mëdha, do të bëjnë platën që edhe këto bazene ti eliminojnë edhe këto defekte dhe përfundimisht ky uji të funksionojë. Është edhe matja e ndarjes së ujit, shumë pak të nëtohet të ujit në aspektin e marrjes që merret prej atij ujit që bëhet ndarja për ujë të pishëm. Faktikisht tash që kemi edhe me fotografia dhe dokumentacion edhe me matje, se ujit nuk dëmtohet fare, është një sasi tepër e vogël, po ato do ta bëjmë në slajda dhe ta qesim këtu në që të shohim edhe gjithë delegatët, edhe të hiqen gjithë ato dilema se jënë bëhë me qëllim, jënë bëhë tonë, ka pas defekte, këponë, që në marru, më të mtu ajo, më të mtu dhe të të qita mënyrë analitike dhe të marrën edhe të isqarën, edhe me faktë dhe të dëshmojnë se kjo dhe të sjellë profit komunës. Për faktin se të gjitha këto fshatën, cilat do të syqen, do të jenë parapaguese. Në momentin që do të parapaguhen me të shtim në pagesë të ujit, ne do të përfitojmë edhe grantin për rregullimin e projektit vetëm magjikal që është për trajtimin e ujëravësisë nga bashkimi. Prandaj unë mendoj se jemi në fazën më të mirë të mundshme, të uroj edhe një herë kryetarët e qeverisë, po edhe operatorët ekonomik, cilës nuk kanë korrik, ka frasë sepse kanë dalë aq punime shtesë që nuk e kemi ide.
mirë po kanë punu me përësi të tërë operatorët, kanë punu me përësi dhe jemi në fazë që përfunditare po shëndimin t'i projektit. Sa e përket kanalizimit fshatit të Brezme, të qërë që pike që i bjanë të kratimit e urave gjeza në fshatit të Brezme, të fëllir sa më pa. Dhe kapaciteti ti i bjanë që konvertu si fshatit të Brezme është për 30.000 banorë. Për 30.000 banorë. E kini fatin që me teknologjinë më të re, kini të ndërru në një. Edhe besoj që të funksionoj shumë mirë që Brezme, por të duhet të kemi problemi më të mëdhaja për me qenë sa më jetë gjatë. Do të jenë eksperti i cili është do mbikëqyrë këtë projekt, do të besqarimin edhe para banorëve të fshatit të Brezme, sepse nga të gjithë që flasim, është një teknologji e re që për herë parë po një dhe besoj se do t'jemi të knaqën të gjithë, I pjesërisht kjo nuk mund do, kjo duhet të kryer një generale, në përgjithësi për në qenë fësë. Jo, na besojmë se operatori i cili i ka marrë, na ka premtuar që ose nuk i dalin probleme, eventuale me kryet e vitë. Në të këtu e kemi përpasi. Në që ose dalin punime probleme si zakonisht që dalin, atër mund të do. Po, lufta është të bërë dhe pregaditja që këtë vita e ta bëjmë në funksionë. Faleminderit drejtor. A do dikush tjetër me marrë fjallën? Në qovë se jo, atëherë faleminderit shefës OSB-s që kanë ndajteri gjatë kësaj seance, faleminderit gjithë asambleistëve që dhe votuan në ratimin e kornizës afat mesme vullnetore 2024-2028 e mbylli sot saat, shqipna saat sa qëllë. Thank you.